Turistja amerikane në Rom tërbohet me shërbimin e dobët. Pagova 44 euro për 2 akullore jo cilësore. Një turist amerikane ka shprehur zemërimin e saj për çmimet e larta që turistët paguajnë për shërbime dhe produkte në Rom, duke u bërë thirrje vizitorëve në qytetin e përjetshëm të jenë të kujdesshëm. Ajo shpenzoi 44 euro për të blerë 2 akullore në kryeqytetin italian, në një akullore të njohur vetëm pak hapa larg Piazza Navona. Nicolan nga Florida tha se porositi 2 topat vegjël akulloreje, por në vend të kësaj u faturuan 2 kone të mëdha me mbushje të pakërkuara që nuk i kishte porositur, duke përfshirë makarona, kanoli dhe krem të rahur, siç raportohet nga Guardian. Turiste amerikane në fakt ndau një foto të faturës të datës 3 qershor në një grup në Facebook që ofron këshilla udhëtimi për Romën. Ajo zbuloi se as nuk e kuptoi që fatura ishte 44 euro derisa e pa përsëri. Ajo shtoi se akulloria nuk ishte as e mirë, duke i quajtur atë më të keqen që kishte provuar gjatë 10 ditëve të saj në Rom. Postimi i saj të roqi mbi 900 komente nga italianë dhe turistë të huaj. Si një italiane që jeton në Itali më vjen turp, shkroi një. Një kliente tjetër e pyeti Nicolan nëse i kishte kontrolluar çmimet përpara se të porosiste. Ajo përgjigj se nuk kishte parë çmime askund dhe pasi kishte ngrënë shumë akullore gjatë udhëtimit të saj, supozoi se çmimi do të ishte i ngjashëm. Çmimi tipik i një akulloreje në Rom është rreth 2 deri 5 euro, varësisht nga madhësia dhe zona e qytetit.